Më lejo të lexoj një tjetër poezi tënden dhe të vazhdoj me pyetjen pastaj. Kënga e turmës, meqense po flasim për opinionin publik se s'po them turma. A e ndjen shpirti im, ne jemi këtu poshtë, marrim dhe japim me frymën e të tjerëve. Për ne të gjithë thuhet se jemi popull dhe turm mund të na quajnë, nuk ka rëndësi. Ishe ata atjetej janë të droguar. Kush tha se droga të vdes ajo të bën të këndosh? Ata ndrojnë më bukur se ne. Smeren me shpresa tona të fikura, këndojnë muzik live. Ata fëmijët që shtyen atjetej nuk i nxëvendi, kufit tani përmbysin, ndërsa prostitutat nuk kuptohen këndojnë apo qajnë. Mes nesh ka dhe qenër që lehin. Kuj dihet, nga muzika bëhen më të mirë. Si thua shpirt, nuk jemi keq këtu derisa këndohet. Pyetja ime është për popullin. Po e perifrazoj simbolikisht. Si e ndan Rita Petro guximin artistik nga provokimi i kot? Ku e vendos kufirin? Kjo është shumë e vështirë. Shumë e vështirë për të vendosur një kufi, sepse aty dallohet vulgariteti, që e shohim edhe për ditë, e shohim edhe në ekrane, vulgaritetin të njerëzve të paditur, të njerëzve ignorant, se unë mendoj një njeri i ditur, një njeri i lexuar, një njeri që ka një talent, luan gjithmonë tek ai filli. Te ai filli që i ndan këto të dyja. Në qoftë se unë shkruaj dhe jam shumë rahat me shkrimin tim, nuk do të rondis asnjë zemër dhe asnjë mendje njerëzore. Por në qoftë se luaj pikërisht tek ky filli dhe lexuesi i vërtet e do këtë provokim, sepse vërtet nuk ka kuptim pa këtë provokim. Se unë thjesht do sillja informacion, do i rrufeja një ngjarje, bota është e mbushur me kronika, me ngjarje dhe me informacione. Dhe duke lujt te ky filli i mpret, po ta përmendim prapa të teun e mpret, të thikës, aty është ajo që na ndan. Është lojë e rrezikshme. Pikërisht, prandaj vura në këtë ekuacion edhe opinionin publik, meqense për perceptimin e opinionin publik po flisnim. Shiko, turm, ne të gjithë mund të jemi pjesë e turmës. Unë kam një këndvështrim timi sepse të gjithë mund të jemi pjesë e turmës. Dhe në momentet të caktuara jemi. Po, në psikozë, kur të ka psikoza e turmës dhe nuk e ka të kesh mendimin tënd, edhe bashkohesh me turmën. Shahu turma dikë, një grua prostitut, si ajo që ta Krishtin dalni, mos i gjuani me gur, ti gjuaj ai që s'ka bërë asnjë mëkat, ose një politikan, s'ka rëndësi, një figurë e cila ne nuk e dim si është realiteti dhe që edhe ne bëhemi pjesë e turmës. Ajo spiralja e heshtjes që do duhet ta respektojmë sepse jemi kundër rrymës. Pra dhe unë nuk e urrej asnjëherë turmës, se gjithë jemi, duam apo s'duam, jemi momentet caktuara pjesë e turmës dhe ajo turmë mund të kthehet fare mirë në popull kur u hiqet nga një lider, kur u hiqet nga njerëz të cilët më vërtet e shndrojnë ato në popull, se populli ka vetdije, turma nuk ka vetdije. Turma ka vetëm instinkt. Ka instinkt, mirë po, edhe të gjithë ata, edhe ato prostitutat që qajnë, edhe ata që drogojnë, edhe të gjithë ata janë më të vërtet, dhe kjo turmë është më e vërtet se gjithë pjesa hipokrite e shoqërisë që luajnë rolin e njerëzve të ndershëm, atyre me kostum, edhe që e shtrëngojnë mirë gravaton këtu. Ata koka e tyre ka shumë më tepër perversitete se gjithë kjo pjesë e kësaj turme për cilën unë e kam përshkruar.